Për shumicën e çifteve, marrja e lajmit se një foshnjë është rrugës sjell një përzierje emocionesh dhe ankthi. Është një hap gjigant. Papritur, nuk jeni më vetëm ju të dy dhe gjithçka ndryshon. Edhe pse është një përgjegjësi e madhe, rritja e një fëmije mund të jetë një nga gjërat më shpërblyese në jetë. Por, për Paul, kjo ëndër ishte ndërtuar mbi një gënjeshtër tronditse që do t'i shkatronte botën në momentin që ai priste të bëhej baba. Barbara Bianu dhe i dashuri i saj Paul u takuan për herë të parë në vitin 2013 dhe gjërat lëvizën shpejt. Ata jetonin në Montreal dhe ranë në dashuri me njëri tjetrin pothuajse me njëherë. Marrëdhënia e tyre ngjante me diçka nga librat me përralla. Ndërsa disa miq dhe familjar mendonin se po i nxitonin gjërat, Barbara dhe Paul ndiheshin të sigurt për njëri tjetrin. Pastaj, vetëm 8 javë pasi kishin filluar të dilnin, Barbara mori një lajm befasues. Ajo ishte shtatzën. Ndihej nervoze për t'i treguar Paulit, nga frika se ai mund të largohej pasi gjithçka po ndodhte shumë shpejt. Por përfundimisht, ajo u ul me të dhe ndau lajmin. Për lehtësimin e saj, Paul ishte i mrekulluar. Ishim aq të lumtur, tha ai më vonë. Edhe prindërit e mi ishin vërtet të emocionuar që do të bëheshin gjyshër. Eksitimi u rrit kur Barbara më vonë ndau lajmin se nuk po priste vetëm një fëmijë, por po priste binjak. Paul nuk mund ta besonte, por ishte i emocionuar. Pastaj, gjërat u çmendën edhe më shumë. Pas një vizite te mjeku, Barbara pretendoi se ajo në fakt po priste 5 njak, quintuplets. Paul u ndje si njeriu më fatlum në botë. Çifti vendosi të krijonte një grup në Facebook për të ndarë përditësimet mbi shtatzaninë e Barbarës. Ishte një mënyrë për të mbajtur miq dhe familje në rrjedhën e gjërave ndërsa javët kalonin. Njerëzit ishin jashtëzakonisht bujar. Shumë prej tyre dërguan dhurata dhe sende për foshnja për t'i ndihmuar ata të bëheshin gati për ardhjen e 5 foshnjave. Por jo të gjithë ishin të emocionuar nga lajmi. Një nga shoqet e Barbarës, Genevieve Lapam, kishte dyshimet e saj. Ajo kishte lindur kohët e fundit trinjak dhe e dinte se sa e vështirë mund të ishte një shtatzani e tillë. Disa nga gjërat që Barbara thoshte, thjesht nuk kishin sens për të. Për shembull, i dukej e çuditshme që mjekëve ju desh kaq shumë kohë për të diktuar se ishin 5 foshnja. Genevieve gjithashtu e gjeti të çuditshme që Barbara ishte ende aq aktive. Normalisht, dikush që pret 5 njak do të duhej ta merrte shtruar ose madje të ishte në regjim shtrati në atë pikë. Barra fizike e mbajtjes së shumë foshnjave është intensive. Diçka thjesht nuk ndihej mirë. Megjithatë, Barbara tregonte të gjitha shenjat e zakonshme të qenit shtatzën. Ajo kishte të vjella të forta mëngjesi që herët, dhe Peter tha se ajo kishte disa dëshira vërtet të pazakonta për ushqim. Edhe pastaj, natyrisht ishte barku i saj. Ishte gjigant dhe vazhdonte të rritej. Nga jashtë sigurisht që dukej sikur ishte shtatzën, kështu që njerëzit nuk e vënin në dyshim shumë. Pastaj, pas muaj shpritjeje, Barbarës ju shpërthyen ujërat. Shtëpia u kthye në një vorull emocionesh dhe ankthi. Ata morën çantat e tyre dhe gjithçka që mendonin se do t'i duhej për atë që mund të ishte një qëndrim i gjatë në spital. Peter ishte plot emocion. Ai besonte vërtet se ishte gati të bëhej baba. Në mars 2014, ata u hodhën në makinë dhe nxituan drejt spitalit, duke u përpjekur të mbythnin trafikun e orës pik. Kur mbritën, Peter shkoi në recepcion për të regjistruar Barbarën, dhe kjo ishte pika kur gjithçka ndryshoi. Spitali nuk kishte asnjë rekord që Barbara ishte shtatzën. Asnjë. Peter ishte i konfuzuar dhe insistonte se ajo kishte ardhur për vizitat e saj prenatale, por stafi kontrolloi përsëri dhe konfirmoi, nuk kishte asgjë në dosje. Në atë pikë, stafi spitalor e kuptoi se diçka nuk shkonte. Ata mund ta shihnin se Peter ishte plotësisht në errësirë, kështu që ofruan të bënin një set të plot analizash gjaku për Barbarën, duke shpresuar se kjo do t'i sqaronte gjërat një herë dhe përgjithmonë. Ajo që gatën, i la të gjithë të shtanguar. Sa po erdhën në rezultatet, një infermiere u ul me çiftin dhe u nda lajmin. Barbara po përjetonte atë që njihet si shtatzani fantazme. Edhe pse trupi i saj po vepronte sikur ishte shtatzën, e gjitha ishte në mendjen e saj. Nuk kishte foshnja, nuk kishte 5 njak. E gjitha gjëja ishte imagjinuar. Të thuash se Peter ishte i shkatruar, nuk mjafton as për të filluar ta përshkruash. Në një moment të vetëm, gjithçka që ai e ndronte për të bërë baba, thjesht u zhduk para syve të tij. Një psikologe e quajtur Suzy Le nga Universiteti i Quebecut foli më vonë për Toronto Sun rreth rasteve si ky. Ajo shpjegoi se shtatzanit fantazëm janë shumë të rralla dhe shpesh ndodhin te gratë që kërkojnë ndonjë formë validimi emocional.
Gruaja duket se po kërkon përfitime, por në një nivel nëndërgjegjesh, ajo po tërheq vëmendjen mbi veten pa e kuptuar plotësisht pse. Mjekët në spital besuan se Barbara ishte thellësisht e trazuar dhe vendosën ta mbanin atë për një vlerësim psikiatrik. Ndërsa nuk ka asnjë mjekim që trajton drejt për drejt një shtatzani fantazm, terapia dhe ndihma nga profesionalistët e shëndetit mendor kanë treguar rezultate pozitive në raste të ngjashme. Thënë kjo, jo të gjithë në familjen e Barbarës ndjenin simpati për gjendjen e saj. Disa të afërmi besonin se ajo kurrë nuk kishte menduar vërtet se ishte shtatzën dhe e kishte mashtruar qëllimisht Peterin për vëmendje. Sado e vështirë të ishte për të besuar, ata mendonin se ishte plotësisht e mundur. Një antar i familjes, i cili zgjodhi të mbetej anonim, pretendoi se kjo nuk ishte hera e parë që Barbara bënte diçka të tillë. Ajo ka bërë diçka të ngjashme vite më parë, thanë ata, por sinqerisht kurrë nuk e menduam se do të shkonte kaq larg përsëri. Një tjetër i afërm ndau se askush në familje nuk ishte vënë në dieni për shtatzanin, madje as që ajo supozoi se kishte 5 foshnja. Besohet se Barbara mbajti distancë nga të afërmit, në mënyrë që të zbatonte planin e saj, pa pasur njeri që të pyeste për historinë e saj ose të nxirrte të vërtetën në shesh. Ndërsa historia tronditse u përhap në lajme dhe online, një ish partner i Barbarës doli me një përvojë rrëqetëse të ngjashme. Ai pretendoi se ajo dikur i kishte thënë se ishte shtatzën me binjak, vetëm që mjekët më vonë të konfirmonin se ajo nuk kishte qenë kurrë shtatzën. Modeli ishte i pamundur të injorohej, duke sugjeruar se Barbara kishte një histori të krijimit të situatave bindëse, por të rreme. Një tjetër antar i familjes zbuloi se shtatzanit e rreme nuk ishin të vetmet gjëre që Barbara kishte shpikur. Gjatë viteve, ajo gjithashtu kishte pretenduar se kishte sëmundje serioze, përfshirë kancerin dhe probleme me zemër. Çdo herë, familja ishte hedhur në panik, vetëm për të mësuar më vonë se asgjë nuk ishte e vërtetë. Me Barbarën që tani po merrte kujdes psikiatrik, familja shpresonte se kjo do të parandalonte më shumë dhimbje në të ardhmen. Ajo që ua ka bërë këtyre burrave të pafajshëm është plotësisht e padrejtë, tha një i afërm. Ne thjesht shpresojmë se ajo më në fund të marrë ndihmën që i duhet qartësisht. Sa për Peterin, realizimi se shtatzania nuk ishte qenë e vërtetë, ishte pothuajse i papërballueshëm. Ai u zhyt në një depresion të thellë, duke luftuar të kuptonte se si ishte mashtruar gati 9 muaj nga dikush që i besonte plotësisht. Për të, u ndjej si lloji më i thellë i tradhtie. Peter kishte zgjedhur tashmë emrat për të 5 foshnjat dhe kishte punuar orë shtesë për të përgatitur për ardhin e tyre. Tani, vendes të bëhej përgati për atësinë, ai duhet të përballej me pasojat e dhimbshme të gënjeshtrave të Barbarës. Për më tepër, ai mbeti duke sistemuar të gjitha dhuratat e foshnjave që miq dhe familja u kishin dhënë mirësisht. Duke deshur ta mbyllnin këtë kapitull dhe duke ndier në siklet i mbante ado, Peter vendosi të kthej sa më shumë sende që mundte. Ka dysh që nuk mund të kthehej. Ai planifikonte t'ju adhuronte familjeve që vërtet kanë nevojë për ndihmë. Ishte një fund dhe mërthyes, për ato që dikur u ndjeu si një ardhme e gëzueshme. Megjithatë, Peter nuk e ka humbur shpresën. Ai beson se një ditë do të mitakojë gruan e tij të ardhme dhe më në fund do të ketë mundësinë të bëhet babai që gjithmonë ka ëndërruar të jetë. Nëse ka një mësim që ai ka nxjerrë nga kjo përvojë, është se nëse dikush pretendon se është shtatzën, ai do të sigurohet të jetë pranishëm në çdo takim mjekësor për të mbrojtur veten nga ky lloj dhimbje. Si do të kishit reaguar ju në vendin e Polit? A do të kishit në gjendje të falni një gënjeshtër të tillë? Na tregoni në komente. Nëse kjo histori ju preku ose ju bëri të mendoni, ju lutemi pëlqeni videon, shpërndajeni me të tjerët dhe bëni subscribe në kanal për më shumë histori si kjo. Mbështetja juaj ndihmon vërtet dhe ne ju vlerësojmë që jeni me ne.